Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe shtypni zilen për video tona të reja. 30 vjeçarja e godet Rufeja, por çudit mjekët nga shenja që i lën në trup. Një vajzë 30 vjeçare është goditur nga Rufeja, por fatmirësisht i mbijetoi goditjes elektrike që djeg çdo gjë kur bie. Pasi stuhia filloi, 30 vjeçaria ishte brenda në shtëpi dhe më pas doli jashtë që të shikonte ç'do ndodhte me motin, kur pa pritur ajo është goditur nga Rufeja. Më dukej sikur isha e droguar, isha mbuluar me djerës, mendje lehtë dhe thuajse euforike. Pastaj pa pritur humba të gjitha ndjenjat nga gjymtyrët e mia. Unë nuk munda të lëvizja as edhe 1 centimetër. Në kohën kur hyra në ambulancë, këmbët dhe duart e mia ishin bërë plotësisht blu. Mjekët e diagnostikuan atë me kera 1 paralizë, një çështje rrallë neurologjike që shkakton paralizë të përkohshme të shkaktuar nga një goditje rufeje, e cila të lë të paaftë për të lëvizur për 9 orë. Mjekët u çuditën me sytë e mi që më parë ishin jeshil, ndërsa tani ishin kafe të errët. Që prej goditjes së rufes, jeta ime është bërë më e bukur, është prehur 30 vjeçaria. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.